Chupacabra, gjakpyrsja e natës. Në botën e krijesave misterioze dhe të frikshme që lindin nga legjendat urbane, një nga më të famshmet është padyshim Chupacabra. Me origjinë në Amerikën Latine, kjo krijesë është përshkruar si një përbindësh i frikshëm që del natën për të thithur gjakun e kafshëve të pafajshme. Emri i saj do të thotë fjalë për fjalë thisi i dhive. Dhe vetëm ky përkufizim mjafton për të krijuar një atmosferë të errët, të mbushur me frikë. Përshkrimet e Chupacabrës ndryshojnë nga një dëshmitar tek tjetri. Disa e përshkruajnë si një krijesë të vogël, me lëkurë të ashpër me sy të rrudhur, sy të kuq që ndriçojnë natën e errësirë dhe dhëmbë të prejtë, gati si një përzierje midis bretkosës dhe një bishe. Të tjerë e shohin si një qenie të madhe, me trup që ngjan me qenin, por të dobët, pa qime dhe me një shpinë të mbushur me gjemba. Një element i përbashkët në çdo përshkrim është fakti se ajo ushqehet vetëm me gjakun e kafshëve, duke i lënë trupat e tyre të zbrazur pa gjak. Raportimet më të reja nga Meksika, pikërisht nga Coahuila, kanë thënë se 2 sulme të pazakonta ndaj deleve dhe dhive brenda pak ditësh kanë ndodhur në atë rajon. Kafshët janë gjetur të ngordhura ose të dëmtuara, me shenja që fermerët i quanin jo normale, si plagë të çuditshme dhe mungesë reagimi nga qentë roje. Kjo ka ringjallur frikën se Chupacabra po rikthen aktivitetin në ato zona. Gjithashtu, në Pueblo, Colorado, një banore xhiroi një krijesë që ajo e përshkruan si një kafshë jo normale me flokë cop-cop, ftyrë të çuditshme, gjymtyr të gjata dhe tipare që nuk përputhen lehtë me kafshët që ne njohim mirë. Zyrtarët e faunës sugjeruan se mund të jetë një rakon me meng, por imagjinata dhe zërat rokal preferojnë teorinë e Chupacabrës. Studimet biologjike dhe veterinare tregojnë se shumë nga krimet që i atribuohen Chupacabrës, kafshët që thithin gjakun e kafshëve të tjera, në realitet kanë ende gjak dhe plagët janë të karakterit tipik të sulmeve nga gjytarët grabitçar, jo nga një thithës gjaku, siç thon banorët. Shkaqet kryesore identifikohen mange, një sëmundje lëkurës nga parazit që heq flokët, çon në një pamje të dobësuar dhe jo normale, dhe identifikimi i gabuar i kafshëve të zakonshme si dhelpra, qenë të egër, raccoons e të tjerë. Përshkrimet e para në vitet 1990 në Puerto Rico e përshkruan Chupacabrën si qenie që qëndronte në këmbë me tipare reptiliane dhe shpinë me gjemba, por me kalimin e kohës përshkrimet u transformuan në krijesa që kërcente ose ecte me 4 gjymtyr, si dhe me një pamje të frikshme. Disa fermerë pretendojnë se krijesa ndërhyn në heshtje dhe qenë të roje nuk reagojnë, sikur të ishte diçka e pazakontë dhe të ketë ndodhur me shqisën ndaj pranisë së saj. Kjo krijon frikën se nuk është vetëm pamje që bën njerëzit të tremben, por dhe sjellja e mjeshtershme. Një tjetër zë popullor është se Chupacabra mund të jetë rezultat eksperimentesh biologjike të cilat kanë shkuar keq, për shembull kafshë të modifikuara. Këto teori nuk kanë prova shkencore solide, por janë shpërndar lehtë në zonat rurale. Në dokumentarin e fundit Cryptid the Chupacabra 2024, studiues dhe dëshmitar ndërthurin rrëfimet historike nga Puerto Rico, zbulime të laboratorëve dhe analiza që përpiqen të ndajnë legjendën nga realiteti. Ky dokumentar kërkon të zbulojë origjinën e miteve përmes dëshmive vizuale dhe intervistave me ekspertë të kriptozoologjisë. Mange, sëmundja që reflekton Chupacabrën. Shkencëtarët nga Texas kanë studiuar shumë raste kafshës që supozohen të ishin Chupacabra dhe kanë bërë analizat gjenetike të indeve. Rezultati, shumica ishin raccoons ose qenë.
Me mange të avancuar që është një sëmundje ku parazitët dëmtojnë lëkurën dhe bën që kafshët të humbasin qimet e flokët, lëkura të bëhet e trashë dhe e thatë me skuqje dhe çarje. Kjo ndriçon më shumë rastet egzageruese të çupakabrës, të cilat mendohet të jenë kafshë deformuara për shkak të sëmundjes. Një artikull i fundit i tekstit shpjegon se nëse kafsha humbet qimet progresivisht, faza e fundit e kësaj sëmundje është një lëkurë e trashë në formë spina midis supave, pikërisht zona që dëshmitarët e çupakabrës përmendin si gjemba. Dr. Scott Hank, biolog i studimeve të egërsisë, në intervista publike tregon se ka ekzaminuar në laborator disa kufoma që i atribuohen çupakabrës dhe ishin shumë të dëmtuara me lëkurë të trashë dhe pa qime. Por testet treguan se ato ishin qenë ose rakonc me infeksion bakterial dhe mange. Zëra skeptik dhe kundërshtimet. Mbështetësit e skepticizmit thonë se mungesa e prova fizike kufomave që lejojnë verifikim të pavarur e vendos çupakabrën në rangun e mitit. Disa madje përmendin psikozë kolektive, gabime të vëzhgueshmërisë, ndikim mediatik dhe ndërthyrjen e legjendës që lajmërojnë atë si të ishte një monster. Libri Tracking the Chupacabra nga Benjamin Radford është një nga studimet më të njohura që analizon hollësisht dëshmitë, intervistat dhe mitet dhe sugjeron që shumë raste mund të shpjegohen me gabime identifikimi ose ndikime kulturore. Sot çupakabra renditet në vendin e tretë të krijesave më të famshme në botë, menjëherë pas Bigfoot dhe përbindshit të Loch Ness. Gati 30 vite pas ngjarjeve që e bën atë legjendë, pyetja mbetet: a mund t'i japim një fytyrë këtij vrasi misterios të baktive amerikane? Hipoteza e parë lidhet me vrimat e shenjave në qafën e kafshëve, një lloj si të ishte një lakuriq vampir. Hipoteza tjetër është se ajo mund të jetë një krijesë jashtëtoksore dhe këtu hyn në lojë kultura pop në vitin 1995 kur shpërtheu histeria e çupakabrës, në kinema shfaqej filmi horror Species, i quajtur edhe Mutant. Në të shfaqej një krijesë hibride, njeri alien me lëkurë të gjelbër, me luspa, kthetra të gjata dhe shpinë të mbushur me gjemba. Sipas skeptikut Benjamin Radford, autori të librit Tracking the Chupacabra në vitin 2011, kjo nuk është një rastësi. Shumë njerëz thjesht i përzihen kujtimet e tyre vizuale me imazhet e filmit horror që kishin parë, duke i dhënë çupakabrës pamjen e një alieni me gjemba. Ato thonin se çupakabra dhe personazhi në film ishin pothuajse identike. Çupakabra mbetet një nga misteret më të mëdha të kohëve moderne. Nga Puerto Rico deri në Meksik, nga Shtetet e Bashkuara deri në Kili, dhjetra njerëz pretendojnë se e kanë parë këtë krijesë. Madje edhe sot ka raportime të reja, fermerë që gjen kafshët e tyre të pajeta me plagë të çuditshme, njerëz që flasin për hije të çuditshme që lëvizin natën, madje edhe video amatore që shfaqin figura misterioze të ngjashme me përshkrimet klasike të çupakabrës. Shkencëtarët thonë se shumica janë qen ose kojota të sëmurra, të dobësuara nga sëmundjet e lëkurës që i lën pa qime. Por, a mund të shpjegojë kjo të gjithë dëshmitë? A mund të shpjegojë frikën që njerëzit përjetojnë kur thonë se i kanë parë nga afër? Misteri thellohet kur kujtojmë për raportime për qenie që pinë gjak, dhe këto nuk janë unike vetëm për Amerikën Latine. Nga legjendat europiane të vampirëve deri tek rrëfimet afrikane për krijesa që sulmojnë baktit, duket sikur ky arketip i thithësit të gjakut është i pranishëm në të gjithë kulturat. Çfarë do të thotë kjo? A është çupakabra një pasqyrim i frikrave tona më të lashta?
një shëmbëltyrë e errësirës që bartin brenda nesh? Pra, pavarësisht se çfarë thon shkencëtarët apo skeptikët, një gjë është e qartë. Chupacabra nuk ka nevojë të ekzistojë vërtet për të jetuar në mendjet tona. Mjafton frika, dyshimi dhe legjenda që të mbetet gjallë. Dhe tani ju pyes ju, a mendoni se Chupacabra është thjesht një fantazi kolektive dhe ne vetë e kemi krijuar, apo një krijesë e panjohur që ende në errësirë? Nëse nesër në mëngjes do të gjeni bagtitë tuaja të rrëzuara me plagë të çuditshme dhe pa gjak, në cilën histori do të zgjidhni për të besuar?